ne modeli mirë se si e mbajmë veten, oborrin, shtëpinë. Jem shumë pastër, pra nuk e hudhim mbeturinën në oborrin ton. Por çka bëjmë? I hudhim jashtë, do thotë sepse pronën publike, po nuk e konsiderojnë tonën akoma. Dërsa në vendin ton, paktën edhe për i përvojës, sa herë që kemi arrit me grumbullu njerëz, nëse asgjë më shumë s'është bërë, të paktën konsiderohet që ata njerëz nuk do të hudhin mbeturina me tutje. Pra nëse merr pjesë me një vend ku ke pastru, gjithmonë kam të kujtuar ajo dhe nuk nëse don me hudh një mbeturin dikun, mendoj instinktivisht kam me ndiku që mos ta bësh atë. Mirë po ja dalim disi. Po ja dalim disi, është interesante me marr pjesë në këto aksione. Me të vërtetë është nuk është vetëm pastrimi, sepse zakonisht na shumë herë edhe keq kuptohemi, organizatat duket si një kompani që pastron, e që në fakt më spakti është ashtu. Pra aty është një grup i njerëzve të cilët grumbullohen për të dhënë një kontribut për vendin e tyre. Mund të them që është edhe një farë proteste në vete, sepse kur bëhen bashkë shumë njerëz, mandej secili prej tyre i bën një postim në rrjetin e Facebookut ose Instagramit apo rrjete tjera sociale, mandej mediat flasin, pra provokohet një farë debati shoqëror ku indirekt ndikon në rritjen e vedijes. Dhe po them, dhe jam goxha i sigurt madje se mënyra më e mirë me rrit vedijen e njerëzve që me rujt mjedisin është kur ata i përfshin. Kur ata i bën pjesë të një kauze, qoftë ajo me pastru, me mbjell, s'ka rëndësi çka me ngjyros në një mur apo diçka, njerëzit kanë me ndi një farë pronësie mbi mjedisin jetësor, sepse mendoj njëra prej problemeve pse ne kemi këtë situatë është edhe ajo shkputja e lidhjes në mes